harta zonale? Realizhuar është që të ftuhen gjithë aktorët për një dokument që është, po them, i interesit përgjithshëm. Harta zonale kur është bërë qytetin, kanë qenë pjesëmarrës edhe nga Ministria e Kulturës, edhe nga ajo infrastrukturës, nga trashëgimia kulturore, dhe ka dalë një dokument që ka kaluar procedura, është miratuar nga Ministria, pastaj në fund nga Kuvendi Komunal. Dhe sot ai dokument pothuajse veç nuk merret parasysh, po thjesht injorohet dhe Jo, në mendoj që nuk kanë pas zeni. Nuk kanë pas zeni që ekziston një dokument dhe kanë punu ashtu qysh ata kanë menduar që po bojnë mirë. Unë them se nuk kanë bërë mirë, për arsye se nëse flasim, nëse kthehemi pas trashëgimia kulturore, janë konventa të tëra të cilat i kanë rregulluar këto çështje dhe Republika jonë, të gjitha ato konventa i ka ratifikuar dhe e ka përshtat ligjin, sidomos për trashëgim arsitekturore ka përshtat ligjin në bazë të konventave, në bazë të referencave që kanë dalë prej konventave. Na me Këshillin e Evropës na kemë punu ngushtë në ministrin që këto konventa atë ligjet të rregullojnë në konform konventave dhe konventat të jenë pjesë bazë përmes tutje.